Arsimi në Shqipëri ka pësuar ndryshime të ndjeshme vitet e fundit, dikuar jo vetëm nga faktor të brendshëm, por edhe nga emigracioni dhe orientimi gjithnjë më i madh drejt profesioneve praktike. Scanintel ka shurtuar të dhënat e publikuara nga Instat për periudhën 2016-2023 për të analizuar ecurinë e sistemit arsimor, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Të dhënat tregojnë qartë se numri i studentëve në arsimin e lartë po ndjek një trend rënës. Një nga gjetjet më të rëndësishme është ndryshimi i tendencës midis universiteteve publike dhe atyre private. Në vitin 2016, universitetet publike kishin 81.000 studentë të regjistruar në programet e ciklit të parë, ndërsa në vitin 2023 ky numër ra në 50.000, një rënje prej 37%. Për sa i përket programeve të ciklit të dytë, rënja është më e lehtë me 13.7%. Ndërkohë arsimi privat ka ndjekur një rrugë të kundërt. Në vitin 2016 universitetet private kishin 14.000 studentë të regjistruar në ciklin bachelor, ndërsa në vitin 2023 ky numër u rrit në 16.689, një rritje prej 14.2%. Për ciklin master rritja më e madhe ishte me 43% më shumë studentë të regjistruar. Scanintel ka analizuar edhe shkallën e diplomimit në arsimin publik dhe privat gjatë këtyre viteve. Edhe nëse analizojmë diplomimet, tendenca duket e njëjtë. Studentët e diplomuar në arsimin privat për programin bachelor duket se e kanë shënuar një rënje më të lehtë në krahasim me diplomimet në arsimin publik.